Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Siç e dini, fushata zgjedhore zyrtarisht nis të mërkurën, ndërsa ne që nga sot në kuadër të kësaj magazine 30 minuta do t'ja kushtojmë programeve të partive politike parlamentare. Këto subjekte do të kenë mundësinë që të shpalosin programin e tyre zgjedhor në fusha të ndryshme. Sot fokusi ynë do t'jetë tek politika jashtme, proceset integruese dhe diaspora. Për të folur rreth këtyre temave, pas pak në studio do ta kemi Blerta Deliun, anëtare e kryesisë së PDK-s, kandidate për deputete edhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Por fillimisht sjellim lajmet e ditës. Presidentja Vjosa Osmani ka deklaruar se Mitrovica dhe Veriu i vendit janë toka shqiptare, duke theksuar se trashëgimia kulturore ilire në pjesën veriore është dëshmi e kësaj. Ajo bëri këto deklarata në Mitrovic gjatë një konference për media pas takimit me kryetarin e komunës Faton Peci. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka vizituar kryetarin e ri të Mitrovicës, Faton Peci, për ta uruar për detyrën. Në konferencën e përbashkët pas takimit, Osmani e Peci thanë se kanë diskutuar për të gjitha nevojat dhe shqetësimet e qytetarëve të Mitrovicës dhe për mbështetjen institucionale për ta. Diskutuam për gjitha nevojat dhe shqetësimet e qytetarëve të Mitrovicës, po njëkohësisht edhe për nevojën më të madhe të mbështetjes institucionale që i duhet Mitrovicës, duke filluar nga zyra e presidentes e qeverisë, për të cilët kohët e fundit ka pasur një përmirësim të dukshëm, por nga ana e nivelit komunal kemi një ambicie më të madhe që t'i adresojmë këto si çështje. Mitrovica pas luftës, sikurse në fazën fillestare është trajtuar vetëm si problemi i Mitrovicasve, tash është mirë që e ka vëmendjen dhe mbështetjen e parës vendit, por njëkohësisht edhe të qeverisë dhe të kryeministit në detyrë të aplikuar. Presidentja Osmani tha se qyteti Mitrovicës do të ketë përkrahjen e nivelit qendror, duke besuar edhe në vullnetin dhe seriozitetin që, siç u shpreh ajo, ka kryetari i ri në punë. Shtoi se së bashku do ta ruajnë sovranitetin e Republikës së Kosovës. Jam e bindur se ashtu do t'jetë, duke e ditur vullnetin me cilën punon dhe seriozitetin me cilën e merr secilën punë, dhe njëkohësisht jam e bindur që edhe nga aspekti politik, duke e ditur rëndësinë e Mitrovicës, rëndësinë e krejt kësaj pjese për shtetin tonë, do të bashkëpunojmë sa më shumë që t'jetë e mundur në mënyrë që të vazhdojmë ta ruajmë sovranitetin e Republikës së Kosovës, ta ruajmë integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Këto toka kanë qenë gjithmonë të shqiptarëve. E pyetur se pse nuk e ka përkrahur në të njëjtën mënyrë ish kryetarin e Mitrovicës nga radhët e PDK-s Bedri Hamzën, Osmani u kundërpërgjigj se kjo është një propagandë, pasi ajo e ka vizituar disa herë Hamzën dhe se edhe ai e ka pasur përkrahjen e njëjtë. Unë kam mendim dhe mendimi i parë është që ajo që sapo e the është fake news, është propagandë, është gënjeshtër, sepse jo një herë, por disa herë kam vizituar Bedri Hamzën në këtë zyrë sa ka qenë kryetari i komunës së Mitrovicës. Faton Peci mori zyrtarisht mandatin e kryetarit të Mitrovicës së Jugut më 12 dhjetor në një ceremoni pranim dorëzimit të detyrës nga kryetari i deritanishëm Bedri Hamza. Blokada politike në Kosovë, e cila zgjati gjatë gjithë vitit, ka prodhuar pasojat shumëta për vendin, si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se pavarësisht të cili subjekt politik do ta formojë qeverinë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, përveç sfidave të brendshme, presin edhe obligimet serioze në arenën ndërkombëtare. Në mesin e tyre janë edhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe zbatimi i plot i gjitha marrëveshjeve që qeveria Kurti ka pranuar në procesin e dialogut në Bruksel dhe në Ohër. Ndonë se fushata zgjedhore ende nuk ka nisur zyrtarisht, subjektet politike tashmë po zhvillojnë aktivitete zgjedhore. Në mesin e zotimeve të tyre si rëndom, janë pagat më të larta, zhvillimi ekonomik, përmirësimi të bërit biznes dhe një Kosovë më e sigurt. Megjithatë, ana shpremtimeve, qeverinë e re që do të dalë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit do ta presin një numër sfidash, veçanërisht rikthimin në tryezën e bisedimeve në Bruksel. Një nga obligimet primare ndërkombëtare të Republikës së Kosovës është edhe
dialogu me Serbinë dhe implementimi të gjitha atyre obligimeve, një prej të cilave është ajo që është marrë vesh në negociatat e vitit 2023 në mes të kryeministrit të atëhershëm të Kosovës, zotit Kurti, dhe presidentit të Serbisë Vučić, pra e që është implementimi të gjitha pikave të asaj marrëveshje dhe të aneksit të Ohrit. Një nga to, pra, është edhe implementimi i statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Takimi i fundit në Bruksel në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi u mbajt më 11 shtator në ndërmjetësimin e emisarit të Bashkimit Evropian Peter Sorensen në nivel krye negociatorësh. Kosova në këtë takim u përfaqësua nga Besnik Bislimi, i cili u kritikua për pjesëmarrjen e tij, me që, siç u tha, qeveria në detyrë nuk ka legjitimitet për të dialoguar me Serbinë. Ndërkohë Bashkimi Evropian ka deklaruar se do të ketë takim të nivelit të lartë të dialogut, sapo situata ta lejojë një gjë të tillë. Megjithatë, ish diplomatja Alma Lama hedh poshtë mundësinë që Kosova dhe Serbia të ulën në tryezën e dialogut. Kosova është në mes të procesit zgjedhor, ndërkohë që ka kaluar një krizë gati një vjeçare për sa i përket krimit të institucioneve dhe asnjë qeveri pa legjitimitet nuk mund të shkojë të marrë pjesë në dialog me Serbinë dhe të bisedojë për çështje kaq të rëndësishme siç janë raportet me shtetin me cilin kemi një konflikt. Viti 2025 në Kosovë cilësohet si i humbur në të gjitha aspektet. Subjektet politike gjatë kësaj kohe akuzuan njëra tjetrën për situatën e krijuar. Megjithatë, ambasadori Albert Prenkaj thotë se për çështjen e dialogut dhe zotimeve që ka marrë Kosova në Bruksel dhe Ohër, subjektet politike do të duhet të ishin të sinqert me qytetarët e Kosovës. Vetëvendosja ka ndërtuar një gogol, ta quaj kësaj, e që është pra negocimi me Serbinë, e që është lista sërbe, e që është veriu i Kosovës. Dhe këti gogoli duket se po i frikson edhe partitë e tjera dhe për nevoja krejt populiste që të gjitha partitë së bashku nuk hynë që të ngrisin këtë temë, të ngrisin këtë çështje, e cila është një nga çështjet strategjike të politikës së jashtme të Kosovës dhe e cila për të cilën temë partitë politike duhet të jenë të sinqerta me qytetarin e Kosovës, sepse kjo është një temë e cila nuk mund të shmanget. Përveç rikthimit në dialog, qeveria e re që do të dalë pas 28 dhjetorit, punë kryesore ka gjithashtu rikthimin e dialogu strategjik me SBA-t, i cili u ndërprej gjatë këtij viti, heqjen e masave të Bashkimit Evropian dhe nisjen e zbatimit të agjendës evropiane në kuadër të planit të rritjes, me që si shkak i këtyre penalizimeve, Kosova po vazhdon të humbas qindra miliona euro, të cilat do ta ndihmonin vendin të përafrohej me shtetet e Bashkimit Evropian. Në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit, analistët politik kanë kërkuar nga partitë politike të përmbahen nga gjuha përçarëse dhe polarizuese. Sipas tyre, e vetmja zgjidhje e bllokadës politike është përmes bashkëpunimit dhe kompromiseve. Të mërkurën e kësaj jave nis fushata zgjedhore e partive politike, e cila do të zgjasë 12 ditë për t'i hapur rrugë zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit. To zgjedhje të jashtëzakonshme po shihen si një momentum vendimtar për tejkalimin e krizës politike dhe zhbllokimin e proceseve institucionale në vend, pas një periudhe të gjatë ngërçi dhe pamundësie për formimin e kuvendit dhe qeverisë së re. Profesori i shkencave politike Basri Muja shpreson se politikanët do të reflektojnë dhe të kenë bashkëpunime pas zgjedhore. Mendoj që partitë politike kanë kuptuar që kjo mënyrë e veprimit nuk sjell kërkon dhe shpresoj shumë që pas këtyre zgjedhjeve do të krijohen shumica të tilla, të cilat do të jenë gjendje me formuar qeverinë, po mbi të gjitha do të jenë gjendje me zgjedh edhe presidentin apo presidenten një muaj më vonë apo 2 muaj më vonë, pra në fillim pranverës, sepse për ndryshe e dim që do të kemi prapë zgjedhje. Ish diplomati Blerim Canaj vlerëson se deri më tash nuk ka vërejtur një gjuhë polarizuese apo përçarëse midis përfaqësuesve të partive politike, sidomos tek përfaqësuesit e ish opozitës. Sipas tij, zgjidhja e bllokadës politike varet shumë se cila parti do të fitojë shumicën në parlament. Në qoftë se lëvizja vetëvendosje i ka 40 e më shumë deputet,
pres që të kemi prap bllokat deri në zgjedhjen deri në mars apo prill kur i del mandati presidentit dhe pastaj hym prap në garë. Do thotë momentalisht si po duket pres diçka të tillë. Po shpresoj që partitë politike të gjitha, sidomos partia që i fiton zgjedhjet, pavarësisht cila është ajo, ta ketë të qartë që në fakt në sistemin në të cilin ne jetojmë, në sistemin politik në të cilin ne jemi thjesht kompromisi dhe bashkëpunimi është zgjidhja më e mirë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dje nisi procesin e dërgimit të pakove me fletvotim për qytetarët e Kosovës të regjistruar jashtë vendit me të drejtë vote, por bashkëbiseduesit e Radio Televizionit 21 janë të ndarë në mendime sa i përket votës së diasporës. Derisa ish diplomati Blerim Cana ngrit shqetësime se mund të ketë manipulime me votën e diasporës. Profesori Basri Muja nuk pret të ndodhë një gjë e tillë. Unë nuk pres që do të ketë keqpërdorim të saj, megjithatë KQZ-ja dhe partitë duhet të marrin të gjitha masat që mos të deformohet vullneti i tyre politik. Vetë data në të cilën mbahen zgjedhjet, që nuk na garanton numër të dëshirueshëm të vëzhguesve ndërkombëtar, thjesht na çon tani për të dyshuar që mund të ketë manipulime. Lëvizja vetëvendosje brenda KQZ-s kishte shtyrë përpara një iniciativë që të hapen qendrat e votimit jashtë zyrave diplomatike të Kosovës, por kjo kishte ngjallur kritikat e partive të tjera që u dyshua për tentim të manipulimit e votës së diasporës. Pas një ankese të LDK-s në PZAP, vendimi i KQZ-s u rrëzua, ndërsa Gjykata Supreme në vendimin e saj tha se hapja e qendrave të votimit vetëm brenda përfaqësive diplomatike përbën një masë mbrojtëse të domosdoshme për të garantuar integritetin e votës. Përfaqësues të më shumë se 200 bizneseve morën pjesë në konferencën vjetore të organizuar nga Agjencia për Investime dhe përkrajën e ndërmarrjeve në Kosovë, ku prezantua performanca industriale për këtë vit dhe planet për mbështetje për vitin e ardhshëm. Duke folur para përfaqësuesve të më shumë se 200 bizneseve në konferencën vjetore të organizuar nga Agjencia për Investime dhe përkrahjen e ndërmarrjeve në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti përmendi shumë segmente ekonomike ku ai vlerëson se është shënuar për parim fal punës së qeverisë së tij. Madje ai tha se Kosova ka konfirmuar se është një prej historive më të mira të suksesit në rajon. Një vend më i sigurt, më demokratik dhe financiarisht më i qëndrueshëm. Indikatorët ndërkombëtar tregojnë më pak krim të organizuar, shumë më pak korrupsion, më shumë sundim të ligjit dhe një demokraci e cila forcohet nga viti në vit. Borxhi ynë publik është më i ulët në Evropë, rreth 16% të bruto produktit vendor, që ka mundësuar që qeveria e Kosovës të ketë politika sovraniste, pastaj rritja ekonomike mbi 4%, vlerësimi kreditor sovran i konfirmuar 2B- nga Fitch Ratings, sektori bankar përgjithsisht i kapitalizuar mirë. Këto nuk janë vetëm numra për raporte, por garanci për juve investitore sipërmarrës se Kosova është një adresë serioze për investime afatgjatë. E ushtruesi detyrës së drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë për Investime dhe përkrahjen e ndërmarrjeve në Kosovë, Zef Dedaj, tha se ndër vite ka pasur rritje të buxhetit. Kemi arritur se buxheti i kiesës si total derisa ishte vetëm rreth 3 milion euro deri në vitin 21, të kemi si vjet 18.2 milion euro, që të gjitha të shpenzuara për sektorin privat. E po ashtu nga një skemë vetme që ishte për mbrojtjen e prodhimit vetëm 50 milion euro, kemi arritur deri në 7.3 milion euro. Si dhe të shtohen edhe shumë edhe së paku 5 skema të tjera. Ministrja në detyrë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari tha se industria prodhuese përbën shtyllën kyçe të zhvillimit ekonomik, ndërsa theksoi se mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar mbetet sfidë.
Me uljen e temperaturave, ndotja e ajrit në Prishtinë është rritur ndjeshëm, duke renditur Kosovën ndër vendet me ajrin më të ndotur në botë dhe duke rrezikuar seriozisht shëndetin e qytetarëve. Ajri i ndotur ka kapluar Prishtinën ditëve të fundit. Me uljen e temperaturave, termocentralet dhe numri i madh i automjeteve në qarkullim po krijojnë një ambient të ndotur, i cili po ndikon drejt për drejt në shëndetin publik. Ajrin e ndotur po e vrejnë dhe po e ndjejnë çdo ditë edhe vetë qytetarët, të cilët shprehen të shqetësuar për pasojat që kjo gjendje mund të ketë në shëndetin e tyre. Mobilishe këtu e kem që na myt. Autovjetet këtu, edhe tavija gjatë ditës, gjithashtu, edhe ndezja në shtëpi individuale, do të thonë 3 burime të helvimit i kemna. Limit industriale, automobile, gjitha këto komponente kanë bo ajrin të ndotur. Biologu dhe ambientalisti Besnik Shabiu thotë se prej një kohe të gjatë nuk ka pasur asnjë investim serioz për përmirësimin e cilësisë së ajrit, duke e lënë situatën pa zgjidhje konkrete. Sepse nuk është që është bë as edhe një investim konkret sa i përket ndryshimit të cilësisë së ajrit në vendin tonë. Krejt investimet që janë bën çto aparatet monitoruese edhe në aplikacionet monitorimit, ku na mujna me pa tash në kohë reale qysh ajri ndotën është duke na dëmtuar shëndetin. Kaq është sa i përket investimit. Pra, Ministria, bashkë edhe me ambasadën amerikane dhe disa organizata qeveritare, krejt çka kanë investu, na e kanë bërë të mundur me pa qysh po na rrezikohet jeta. Ndërkohë pulmologu Gazmend Zhuri paralajmëron se kjo gjendje ka rrezik të shtuar për shëndetin, veçanërisht për personat me sëmundje respiratore, fëmijët dhe të moshuarit. Në shkakton probleme në frymarrje, do të thotë ja tharon sëmundjet ekzistuese, siç janë astma, bronkiti kronik apo infeksionet e traktit respirator, shkakton rritjen e infeksioneve më të shpeshta respiratore dhe shkakton kollitje, iritim dhe dispne apo pamundësi të frymarrjes. Dhe këto janë efektet të cilat shkaktohen nga dotja gjatë periudhës së dimrit. Sipas platformës ndërkombëtare IQAir, Kosova aktualisht rënditet në vendin e 17 në botë për ajrin më të ndotur, një tregues alarmues që kërkon ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse. Për shkak të alarmit të rrem të 8 me radhë në një gjimnaz në Tetov, nxënësit protestuan duke kërkuar që të merren masa nga autoritetet pasi po humbasin mësimin nga ndërprerjet e shpeshta. Për të 8-ën herë brenda pak muaj, gjimnazi i Tetovës Kiril Pejqinović sot ka pranuar një mesazh për bombë. Alarmet e vazhdueshme kanë bërë që nxënësit të protestojnë para stacionit policor të Tetovës. Ata thonë se situata është bërë e padurueshme, pasi po humbin mësim dhe janë të lodhur nga evakuimet e shpeshta. Vjedhoj e pakënaqësisë son me dukuri të shpeshta për bomba, dukuri e cila ka ndodhur gati 8 herë me radhë në shkollën tonë, dhe që paraqet një indikator të rënjes së mbarvajtjes së mësimit, respektivisht nuk mbahet mësim, dhe me mos mbarvajtjen e mësimit dëmi më i madh bie mbi faktorin nxënës, gjë që nuk është e pranueshme nga ana jonë, dhe kërkojmë nga organet kompetente të marrin masat menjëhershme dhe serioze për mbarvajtjen afatgjatë të mësimit dhe jo për përsëritjen e këtyre dukurive. Do të kena ardhur të bëni protestë kundër policisë për këtë punën e alarmeve të bombës, ne përdit janë të na lohet të hitu dalna për shkollë se në bëjmë mësim. Për alarmet e bombës dhe zhjibon këta të gjimnazit e Tetovës, me vërtena kanë lodhë o pak si e tea për to hera 7 e 8, e di gjdo gjo eskalohet, do me thonë, i na kitë lodhët për kësoj situatës që o të ubo këta të gjimnazit e Tetovës. Ndërkaq drejtori i gjimnazit e konsideron të papranueshme faktin që policia asnjëherë nuk merr përgjegjësi. Sipas tij, edhe pas kontrolleve që kryen, autoritetet u thonë vetëm gojarisht se përgjegjësia është e shkollës nëse procesi mësimor vazhdon. Ai kërkon që të ndërmerren masa konkrete në mënyrë që procesi mësimor të mos ndërpritet. E ditës sotme e padorueshme. Kjo është e patolerueshme, nuk kemi asnjë farë përgjigje nga ana e Ministrisë Punëve të Brendshme. Sektori për punë të brendshme në Tetov nuk është duke dhënë ndonjë farë përgjegjësie, llogari apo diçka tjetër, edhe pse ata vinë vazhdimisht e bëjnë punën e vet. Megjithatë, njerëzit të cilët duhet të vinë kompetent për mbikëqyrjen e objektit të antiterrorit nuk ka, vazhdimisht presin dhe ne na e lën përgjegjësinë masi i kryen aspektet protokollare të vetat, gjë që nuk korespondojnë me aspektin profesional, edhe pastaj të vetmen përgjigje që na i japin neve, të paktën mua si drejtor,
e keni ju përgjegjësinë të vendosni, a do i leni nxënësit brenda, a nuk i leni nxënësit hynë brenda. Nuk ka mundësi që unë të marr përsipër t'i fusim 1400 nxënës brenda objektit, kur vetë organi kompetent nuk e merr përsipër ata. Protesta dhe bojkoti i mësimit ishin paralemruar nga drejtoria javë më parë, me arsyetimin se alarmet e vazhdueshme për bomba të rreme dhe mungesa e përgjegjësisë nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë bërë që procesi mësimor të ndërpritet pothuajse çdo javë. Vazhdojmë me një kronik nga kultura. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka ndarë çmimet për dramë origjinale shqipe Katarina Josipi për vitin 2025. Çmimi kryesor u nda për dramën Lufta të dramaturgut Astrid Kabashi, i cili po ashtu ishte fitues edhe i vendit të dytë me dramën Pse ke frikë. Ndërsa çmimi i tretë është ndarë për Florent Kurtalanin për veprën Kurora. Në ceremoninë vjetore të ndarjes së çmimeve për dramë origjinale shqipe, Katarina Josipi, organizuar nga Ministria e Kulturës, çmimi kryesor për dramën më të mirë origjinale shqipe i është ndarë Astrid Kabashit për veprën Lufta. Drama u vlerësua nga juria për fuqinë tematike dhe trajtimin artistik, duke u veçuar si një vepër e zhanrit psikologjik që trajton konfliktin mes babait dhe birit, si dhe pasojat e luftës në shoqërinë e sotme. Vendi i dytë i është ndarë po ashtu Astrid Kabashit për dramën Pse ke frikë, e cila trajton frikën si një gjendje psikologjike të pashëruar. Besoj se në momentin kur e kemi datën e premierës së Gërdis, nëherë do të takohemi aty gjithë bashkë, me pa të inskenuar atë vepër që e ka fituar çmimin para 2 viteve. Ndërsa vendi i tretë ka shkuar për Florent Kurtalanin me veprën Kurora. Sipas vlerësimit të jurisë, Kurora është përzgjedhur për mënyrën e mirë se si trajton tensionin mes frikës, pushtetit dhe popullit. Juria përgjedhëse për dramën origjinale shqipe Katarina Josipi u përbën nga Kushtrim Mehmeti, Ilire Vinca, Kushtrim Koliqi, Florent Mehmeti e Zoga Qeta. Kabashi ka marrë çmimin për dramën më të mirë edhe në konkursin Katarina Josipi në vitin 2023. Ai tha se këto çmime janë shtyse rëndësishme për artistët, por se motivimi edhe më i madh vjen atëherë kur këto drama arrin të ngjitet në skenë. Mendoj që është një motiv shtesë edhe për mua edhe për Florentin edhe për dramaturgt, por edhe për gjeneratat e reja që vijnë, besoj që ka me motivu shumë. Motiv edhe më i madh kish me qenë për neve nëse këto tekste i skenuon, veç se kanë fillu mas 2 vjetë, unë e falenderoj edhe teatrin kombëtar, po jo veç tekstet e mia, po të gjithë dramaturgëve të ri. Shpesh i dëgjojmë thonë të dramaturgjia kombëtare pak po çalon, jo andaj unë i kisha lut me provu këtë dramaturgji le të vlerëson publiku a ja vlen, a nuk ja vlen, e mos paragjykohet. Edhe Florent Kurtalani, fitues i vendit të tretë, shpresoi që këto shkrime të dalin para publikut, qoftë në formë shfaqje apo leximi skenik. Konsideroj që cikli i një dramë ose një teksti shkruar për mbyllet atëherë kur del në para audiencës, para publikut, në çfarë forme, qoftë edhe se një skenuar apo qoftë edhe se lexim skenik. Ndaj shpresoj se ka të realizuar në këto aspekte do në thonë të përfundimit të përmbylljes së këtij cikli që e përmend. Çmimi Katarina Josipi konsiderohet si një nga vlerësimet më të rëndësishme në fushën e dramaturgjisë shqipe dhe synon nxitjen e krijimtarisë letrare, si dhe zhvillimin e artit teatror në Kosovë. Prishtina u mbosh me ngjyra festive dhe frymë solidaritetit teksa mira qytetarë të veshur si babagjyshi vitit të ri vrapuan për një kauzë humane. Maratona tradicionale, cila këtë vit shënoi edicionin e saj të 10, mblodhi fonde për familjet në nevojë dhe solli atmosferë festive në kryeqytet.
Në fundjavë, Prishtina mori ngjyrë të kuqe dhe frymë festive. Rreth 5.000 qytetarë të veshur si babagjyshi i vitit të ri, morën pjesë në maratonën e babagjyshëve, një ngjarje që prej 10 vitesh bashkon sportin, argëtimin dhe solidaritetin. Ky aktivitet bamirës kishte për qëllim mbledhjen e fondeve për familjet në nevojë, duke e kthyer vrapimin në një akt humanizmi. Rrugët e kryeqytetit u mbushën me buzëqeshje, muzikë dhe entuziazëm, ndërsa pjesëmarrësit njëri pas tjetrit kalonin vijën e nisjes dhe atë të përfundimit. Organizatori i maratonës Jusuf Islami u shprehi emocionuar me pjesëmarrjen e madhe, duke theksuar se mbi 5.000 babagjysh janë bashkuar kësaj iniciative festive dhe bamirëse. Për pjesëmarrësit maratona ishte më shumë se një garë, ishte një fest për fëmijët dhe të rriturit, një mundësi për t'u argëtuar dhe për të mbyllur vitin me energji pozitive dhe një ndjenjë solidariteti. Përveç vrapimit, eventi u shoqërua me muzikë të gjallë dhe valle në rrugët e Prishtinës, duke e kthyer qytetin në një arenë feste, ku fryma e fundvitit dhe humanizmit u ndje në çdo hap. Shikos nderuar, si që informuam edhe në fillim të këtij edicioni, për sot ishte paraparë që në emisionin tonë të jetë kandidatja për deputete nga radhët e PDK-s Blerta Deliu, e cila për shkak të angazhimeve të saj jashtë Prishtinës dhe për shkak të komunikacionit të dendur, na tha se ka të pamundur të mbërri me kohë në emisionin tonë. Këtu do ta përmbyllim këtë emision, nga nesër do të kemi natyrisht kandidat të partive tjera, por edhe të Partisë Demokratike të Kosovës në ditët në vijim. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim.